Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Dersi i sotëm është vazhdimsi rreth abdesit, se që dini domthon kemi hyrë në këtë nën kapitull duke shpjeguar kuptimin, pastaj autori ka përmend fare të shpjegova, kemi folur për secilën mjetin gjithashtu. Tash autori përmend meselën e thënies Bismillah dhe pastaj i përmend sunetet e abdesit. Mirë, si zakonisht, lexojmë fjalën e autorit ku Allah mëshiroft ku thot والتسمية واجبة بوضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا. Autori po thot thënia Bismillah është obligim. Dhe po përmend se pastaj për cilat ibadete është fjala dhe thot fi wuduin, në abdes, në gusl, në temum dhe në pastrimin e duarve për atë i cili është zgjuar nga gjumi i natës, që është gjumi i cili po ashtu domthonë e prish abdesin. Dhe thot wa tasqutu sahwan wa jahlan. Për këtu i shka përmenden, thot bjen domthonë kjo obligueshmëri nëse e ka lanë për shkak të harresës ose për shkak të ignorancës. Nuk i ka ditë domthonë që është obligim. Ky njëherë është domthonë është edhe mendimi i mëdhëbit Hambeli, ku thonë se kjo është obligim. Derisa kemi mendimin tjetër që është sunnet. Mirë, ta domthonë cilat argumentohen me këtë gjykim, është hadithi i Abu Hurairës ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La salata liman la wudu'a lahu, wa la wudu'a liman la yadhkuru isma Allahi alayh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: nuk ka namaz për atë që nuk ka abdes, dhe nuk ka abdes për atë që nuk e ka përmend Allah subhanahu wa ta'ala. Domethënë në hadith po është e qartë realisht si tekst se nuk ka abdes për atë që nuk e ka përmend Allah, do nuk e ka nisë me Bismillah. Një gjë e tillë ka ardhur edhe në disa rrugë tjera. Mirë. Këta që argumentohen me këtë hadith, në kupton që e kanë bërë të sakt hadith. Dhe nëse hadithi është i sakt, atëherë nën kuptohet se domthonë shumë qartë në hadith që do të thotë se është obligim. Ndërsa mendimi i dytë është tek mendimi i gjumhurit, që janë Hanefit, Shafit dhe Malikit, këtë rast thonë është sunet. Dhe si argument e përdorin mendimin hadithin e parë, thonë ai hadithi për cilën u flet më herët nuk saksohet në gjë të tillë. Edhe vetë Imam Ahmedi thonë e kam përmend se nuk saksohet në diçka e tillë në këtë çështje, në këtë meselë. Domthonë siç po shohim khilafi që ka tek saktësia e hadithit. Ata që e kanë saktu, atëherë thonë se është obligim. Ndërsa ata që nuk e saksojnë, atëherë thonë nuk kemi diçka që mund me marrë si argument të qartë për këtë çështje. Pastaj argument tjetër që këta e binë domthonë fuqahat që kanë mendimin që është sunne, thonë ata të cilët i kanë përcjell hadithet rreth abdesit se si ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me detaje gjithashtu, që dikun janë 22 sahabi, nuk e kanë përmend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë Bismillah këtë fjalë. E ka përmend Allahun në çdo abdes. Dhe thonë sikur të ishte kjo obligim, atëherë do ishte transmetu tek ne. Mirë.
si çështje se është obligim apo sunet, edhe nëse themi që inshallah është sunet, është mirë që të tërhiqet vërejtja, për shkak se sidomos në kohën tonë jetojmë pak në, jo pak po shumë në një gaflet të madh, sa i përket çështjeve të cilët thuhet sunet, makruh apo obligim. Andaj është e rrugës, ndoshta çdo herë që përmendet çka është sunet e çka është makruh, është mirë me u këshillu dhe me u kritiku, njëkohësisht që thënia sunet nuk do të thotë me lanë. Përkundrazi, thënia sunet do të thotë me vepru dhe me ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që kur themi sunnet, nuk do të njeriu me pas një lloj ndjenje sikur po lirohet, edhe pastaj kjo me aludu tek lënia e asaj veprës. Apo nëse themi makruh, edhe nëse nuk themi e ka arrit domethënë gradën e gjunohut, ai i cili e ka vepruar, mirë po pakta që mundna me thash se ti e ke kundërshtuar atë udhëzimin më të mirë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ai nuk ka qenë domethënë i kënaqur me ato, ose hadithet ose fjalët e tij aludojnë që më mirë është me la, se ka shpërblim nëse e lën, mirë po edhe nëse e vepron nuk ka gjëna, kjo nuk do të thotë që me vepru tash, se s'ka gjëna. Për shkak se, si thash, e pakta e kësaj gjëje është se ti e ke kundërshtuar udhëzimin më të mirë pejgamberit. Tash një njeri musliman, i cili synimi i tij është dita e gjykimit, ku do t'i dalin veprat e tij përpara, dhe se cila peshore do të rëndohet më shumë, atë padyshim që ai ka me vrapu drejt grumbullimit të vepra të mira, ashtu siç vrapon drejt grumbullimit pasurisë. Kështu që përveç se merr shpërblim njeriu në pasimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku për çdo vepër ki më shpërbly, po ashtu bëhet shkak që më rrit imani, që do të thotë e kundërta asaj, nëse ti lën sunetet, ku tham sunetet është për çështë në çdo mesele, jo sunetet namazet nafile, po çdo kun, thënia bismillah, çdo kun që kemi mësuar domethënë në kapitullin e taharës, kjo nuk do të thotë me lan, kjo do të thotë me vepru, edhe nëse është sunet. Kështu që njeriu do thonë sunetin jo për nga ana shariatike, po nga ana e tij, si musliman që e don pasimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të më konsideru si obligim, edhe mos me lan, edhe mos me kon gaflet me to. Sepse nëse kjo e rrit imanin, atëherë lënia e saj e ul imanin, gjë e cila nuk të konvenon si musliman. Sepse ti vazhdimisht dëshiron që imani të rritet. Edhe pastaj praktikimi i suneteve bën që ti me arrit atë gradën që me ndi ëmbëlsi domethënë të imanit tonë. Mi po me lanin e suneteve, e me veprimin e makruhateve, domethënë këtë gaflet, atëherë nuk mundesh me arrit ëmbëlsinë e imanit ashtu siç duhet. Andaj është mesele e rëndësishme që më përmend vazhdimisht kjo. Mirë, sa i përket kësaj çështje, Sheikh Albani dhe Sheikh Fozani thonë se është obligim. Ndërsa Sheikh Ibn Uthaymeen thotë sunet, mirë po është mirë që të mos lihet. Po ashtu thotë edhe Sheikh Ibn Bazi, që është mirë me dal njeriu nga khilafi në këtë mesele. Përderisa është e lehtë për ty dhe mundesh me dal prej khilafit ulemave dhe me kanë më e sigurt çështja jote në këtë ibadet, atëherë thu bismillah, edhe praktikon sunetin. Edhe njëkohësisht nuk bjen në khilaf. Mirë. Pastaj autori vazhdon edhe i përmend çështje tjera ku ka lënë domethënë tek sunetet. Thot wa min sunanihi استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ويجب له 3 تعبدا. Po përmendim vetëm këtu. Dhe thot prej suneteve të tij, domethënë të abdesit, janë kthimi nga kibla. Kthimi nga kibla. Me këtë që e përmendim, ona argumentohen me një hadith që ka ardhur, pastaj një shtesë ato,
jo, në fakt, domethënë se përket thimit nga kibla, realisht nuk ka domethënë një argument që saksohet një gjatë të tillë, mirë po thonë kjo vlen për çdo ibadet, domethënë që e vepron muslimani është mirë me u kthy nga kibla. Çdo ibadet, çdo gjë domethënë që e bën, domethënë është sunet me u kthy nga kibla. Mirë po Sheikh Ibn Uthaymini rahimahullah thotë kjo don diskutim kjo mesele. Nuk mund të themi një gjë të tillë, për shkak se ne kemi atë rregullën në shariat që esenca ose baza tek ibadetit është ndalesë. Përveç nëse kemi argument. Përveç për shembull disa çështje tjera, për shembull në tregti se dikun që në esencë për shembull është lejes derisa të kemi një argument që na ndalon. Tek ibadetet është ndalesa qysh të fillim. Domthon për shembull njeriu nuk mundet me bëj çka don edhe pse është ibadet ose se është vepër e mirë nëse nuk ka për të argument ose ndoshta edhe ka argument kundër saj. Nëse dikur për shembull ose një grup e caktoi një ditë që me shku me bë dhikr për shembull, një ditë caktuar me disa njerëz caktuar me një kohë caktuar kështu me radhë, atëherë themi që ka argument për këtë. Për shkak se në ibadete është baza është që nuk lejohet, do ndaleza. Derisa të kemi argument që një gjë e tillë na lejohet. Nuk është më argumentu se një gjë e tillë është e mirë. Se është dhikr, është përmendje Allah. Pavarësisht se është dhikr, është përmendje Allah, apo është ibadet, kjo nuk do të thotë që ty të lejohet një gjë e tillë nëse kjo nuk ka ndodhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, te shokët e tij. Kanë pas mundësi me vepru një gjë të tillë. Kështu që duke u bazuar në këta, nuk mund të themi edhe më vërtet është se diçka e tillë nuk saksohet, që më kur të merresh abdes me u kthy ka kibla, edhe pse domthonë në madhhab vjen domthonë një sunet i tillë. Allah i mëshiroft gjithë. Mirë. Çështja tjetër që e përmendi autori tha përdorimi i miswakut. Edhe për këto na kemi fol. Domthonë kemi një ders që kemi folë vetëm për dispozitat e miswakut, edhe atje kemi përmend që prej sunetit përdorimit miswakut është në abdes, duke u argumentuar me hadithin që kemi përmend të Abu Hurajras radhiyallahu anhu. U thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu'in." Sikur të mos ja randaja umetit tim, do i urdhëroja ata që të përdorin miswakun 'inda kulli wudu', në çdo abdes. Pastaj kemi përmend domethënë se ku është ajo koha me përdor prej sunetit, ato mendimet e dietarëve që disa kanë thënë domethënë tek madmada, domethënë tek shpërlarja e gojës, për shkak se të dyat kanë të bëjnë me pastrimin e gojës. Mirë po, kemi thënë se kjo çështje është më e gjerë, inshallah edhe nëse njeriu domethënë e përdor miswakun para abdesit me këtë mjet që me praktiku një sunet të tillë, inshallah nuk ka të keqe. Mirë. Pastaj autori tha وبدأتهم بغسل يدي غير قائم من نوم ويجب له ثلاثة تعبد. Dhe thot, prej sunetit tash është fillimi me pastrimin e duarve, me larjen e duarve. Kuptohet, jo duarve deri te bryli, po deri këtu. Me larjen e duarve. Domthon kjo është prej sunetit që me fillu me larjen. Edhe Ibn Qudame ka përmend që nuk njohemi ndonjë khilaf në këtë meselë. Domthon që kjo është sunet dhe nuk është obligim. Domthon me fillu me larjen e duarve. Pastaj autori e pruni një gjë e cila përjashtohet nga kjo dhe tha përveç për atë që është zgjuar nga gjumi. Mirë, sa i përket argumentit që me i la durt, është ardhur domthonë në hadithin e Abdullah bin Zeidit, që kur Abdullah bin Zeid ka marrë abdes, ashtu siç ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke sqaruar se si ka marrë, fa akfa ala yadayhi përmend në hadith min at-tawr fa ghasala yadayhi thalathan. Domthon ka marrë ujë prej enës, domthon i ka mbush durt prej enës me ujë, edhe i ka pastruar durt 3 herë. Kjo le don domthon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka filluar me larjen e duarve. Dhe autori
tha përveç atë që është zgjuar nga gjumi. Ne këta, nëse ju kujtohet, e kemi përmend edhe tek ujërat kur jemi shpjegu që nëse dikush zgjohet për gjumë, atëherë ai duhet me pastru durt një herë. Që kemi thonë para se mi fut në se nëse ai ka ujë dhe i ka fut durt ai i cili është zgjuar nga gjumi pa i pastru një herë, kemi thonë se disa për mendimeve të ulemave se ai ujë nuk bën mu përdor për abdes. Do hanë tash edhe këtu, autori po e bjen këtë çështje që përjashtohet. Për shkak të hadithit që ka ardhur, që e kemi përmend, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaqmis yadahu fi al-ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yadu." Nëse dikush nga ju zgjohet prej gjumit, mos lë të fut dorën e tij në ejë derisa të pastron ato 3 herë, për shkak se nuk e di se ku ka qëndru dora e tij. Pastaj në këtë meselë nuk është koha është më zgjeru, domethënë cila është arsyeja ose qëllimi i kësaj, kështu me radhë ato fjalë të cilat fliten rreth këtij hadithi. Domethënë përmendet se kjo është thjesht ta'abbudi, domethënë nuk ka ndonjë qëllim, mirë po duhet më marr ashtu siç ka ardhur në hadith, dhe thonë se është obligim. Domethënë duke u nisë nga kjo, thonë është obligim, si tha autori, me u pastru 3 herë. Nëse dikush është qu prej gjumit të natës dhe shkon me marr abdes, thonë atëherë në këtë rast fillimi me larjen e durve është obligim, jo sunet. Në këtë rast, nëse zgjohesh edhe fillon me marr abdes direkt, atëherë thonë është obligim me u la 3 herë duke u bazuar në hadithin cilën e përmendëm. Dhe ky është mendimi i Hanbelive. Ndërsa mendimi i xhumhurit thonë nuk është obligim. Thonë nuk është obligim. E përmendin një hadith, domethënë, ku tregohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi është ngrit prej namazit për namaz të natës, atëherë thotë është ngrit edhe ka marr është ngrit edhe ka fillu me marr abdes. Edhe thotë, kjo hadith është prej Ibn Abbasit, edhe Ibn Abbasi nuk e ka përmend që i ka la dur 3 herë. Atëherë duke pas parasysh këtë hadith që nuk është përmend pastrimi i durve, atëherë kjo tregon se për larjen e durve kur quhet prej gjumit është istihbab, gjykimi, do thonë është sunet, është një gjë e mirë që më vepru një gjë të tillë. Ndërsa jo obligim. Do thonë edhe ky mendim ka argumentimi është i fuqishëm, po ashtu. Mirë po prapë muslimani është mirë me dalë, si thamë nga kjo khilaf, që edhe nëse në momenti kur zgjohet për gjumit të natës dhe shkon me marr abdes direkt, atëherë është mirë që me i pastru durët, dhe mos me neglizhu në këtë çështje, edhe pse mund të themi që një gjë e tillë është sunnet dhe jo obligim. Mirë. Pastaj e përmend çështjen tjetër, autori dhe thotë: "Wa bimadmada fastinshaqin wa mubalaghatun fihima li ghayri sa'im." Dhe pas në fillimin me larjen e durë, kjo është sunet, dhe pastaj është me larjen e gojës dhe të hundës. Mirë, për meselën e larjes së gojës dhe të hundës, apo me shpërla gojën, kemi tregu që këto dy janë obligim, sipas mendimit më të saktë, dhe nuk duhet lihen. Andaj, mirë po, meselja këtu është që prej sunetit është që ti me fillu me larjen e gojës dhe të hundës pastaj të fytyrës. Edhe pse kemi përmendur që edhe nëse njeriu vepron të kundërtën, nuk lidhet me atë tertibin ose atë renditjen që kemi folë për gjymtyr, mi po brenda fytyrës, për çështje fytyrës jemi duke folë, edhe nëse e bën të kundërtën, e pastron fytyrën, pastaj fut ujin e gojë dhe në hund, atëherë nuk ka të keqe. Mirë po suneti është me la gojën edhe pastaj hundën. Për shkak të hadithit që ka ardhur, hadithi Abdullah bin Zeid, që zakonisht ky është hadith që zakonisht argumentohemi me ta, që ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke marr abdes dhe ka thënë fa madmada thumma istanthara. Ka marr, ka shpërla gojën, pastaj e ka qit ujin prej hundëve, i ka fry hund, që nën kupton i ka fut ujë në hund, pastaj thumma ghasala wajhahu thalathan, dhe i ka pastru fytyrën 3 herë.
ky argument, ky hadith po na tregon atë renditjen edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjatë abdesit, që do thotë ka filluar me shpërlarjen e gojës, pastaj hundën, pastaj ka pastru fytyrën. Pastaj autori përmend çështjen tjetër, ky është sunet me fillu me to, ndërsa edhe një sunet tjetër brenda kësaj çështjes që është me përpjekës me pastru gojën e hundës sa më shumë. Një përpjekje më e madhe në pastrim të gojës së hundës. Përveç thot agjerusit, li ghayri saim. Përveç agjerusit për shkak të frikës se mund të kaloj uji në fyt. Për to domthon nuk është sunet. Nuk themi që është sunet për agjerusin. Jashta domthon atij personi që është agjerus, atëherë është prej sunetit që me u pastru sa më shumë gojën edhe hundën. Domthon në këto dy çështje e kemi pastrimin cila e bën të lehtësuar, abdesin tamam, që edhe atë pastrimin më të mirë dhe më të përsosur, që është nëse fut ujin në gojë, e shpërlan sa do pak, e rrotullon ujin pak në gojë, edhe qëtë inshallah e ke kry obligimin. Mirë po prej sunetit është që me shpërla gojën sa më shumë, që uji me prek pjesën më të madhe ose gjithë pjesën e gojës. E njëjta është edhe në hundë. Edhe nëse njeriu e ngrej pak ujin, hundë atëherë ka kryer obligimin e tij. Mirë po, më e mira është që me ngrej ujin deri në të hundë. Kjo është pastrim i përsosur, se te ke përsos abdesin tënd. Dhe argumenti për ta është hadithi i Laqit bin Sabira, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka kërkuar se si me marr abdes tamam, i ka thonë asbigh al-wudu wa baligh fi al-istinshaq illa an takuna sa'iman. Përsos abdesin edhe të istinshaqi, pastrimi hundës, baligh, në kupton që kjo me bë përpjekje me pastru sa më shumë, që kur të fut ujin në hundë, me shku sa më lart, deri lart hundës. Illa an takuna sa'iman, përveç nëse nuk je agjerus. Është argument për të çështje që i folëm deri me tash. Mirë. Pastaj autori përmend çështjen tjetër, thot wa takhlilu sha'rin kathifin wal asabi'. Dhe futja e ujit mes qimeve të dendra dhe futja e ujit mes gishtave të duarve edhe të këmbëve. Mirë. Për shembull tek mjekra, zakonisht është për qëllim mjekra, edhe pse këtë e ka përmend autori ma përgjithshëm për shkak se këta thonë këtu hyn edhe qime tjera brenda fytyrës, nëse i ka për shembull njeriu shumë, për shembull vetullat, e marrin thonë të njëjtin gjykim sikur të mjekrës. Mirë. Ne e kemi tregu se sa i përket mjekrës, për shembull, kemi thonë kemi mjekrën me të dendur, me të shpesht, edhe mjekrën e rrallë. Dhe kemi thonë për mjekrën e rrallë është obligim që ai me u mundu që uji me prek lëkurën, përderisa kemi thonë mjekrë e rrallë është e mjekrë e cila shihet lëkura atij personi. Kështu që kthehemi është obligim që me kalu uji në lëkurë. Ndërsa për mjekrën e shpejt kemi thonë nuk është obligim që ai me kalu, me mundu me fut ujin brenda lëkurës, mirë po e pastron sipërfaqësisht. Mirë po prej sunetit për të është që që kjo të khlil, që do thot me i fut gishtat, sikur me kreh, momentin kur e pastron fytyrën. Kjo është e para. Momenti kur i gjun ujin fytyrës, në atë moment me i fut gishtat edhe me praktiku këtë sunet. Ose mënyra tjetër është me marr ujë, që me fut prej poshtë kështu, ose anash, e pastaj me i fut gishtat në mjekër. Të dyat, inshallah, në kupton që e realizon
këtë sunet. Mirë. Sa i përket argumentit, është ardhur domethënë në hadith që transmeton domethënë Enesi, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith përmendet që faqallala bihi lihiyatahu. Faqallala bihi lihiyatahu. Domethënë që khallala është për qëllim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam oni ka fut gishtat edhe ka pastru domethënë mjekrën kështu mes qimeve, mjekrën e tij. Po ashtu një gjë e tillë është transmetuar edhe është saktuar edhe prej veprës së Ibn Umerit. Mirë. Edhe pse këtu ka khilaf realisht. Në këtë mesela ka disa thonë nuk është sunet një gjë e tillë. Edhe pse gjumhuri domethënë thotë që është sunet. Ndërsa Ibn Qayyimi e ka nxjerrë një mesatare edhe ka thonë në këtë çështje prej sunetit është nga një herë me vepru. Jo gjithmonë. Po, nga një herë. Onë mes me ka një vazhdueshëm në këtë veprim. Mirë. Pastaj e përmendi çështjen tjetër, tha futja ujit mes gishtave të durave dhe të këmbëve domethënë. Edhe kjo përmendet domethënë prej suneteve që njeriu kur t'i pastron durt me fut ujin ose me i pastru domethënë mes gishtave edhe durës edhe të këmbëve. Dhe është argument domethënë i hadithi i Laqit bin Sabira që edhe përmendëm pak më herët në këtë hadith për një çështje tjetër, ato përmendet thotë wa khallil baina al-asabi, që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe domthon fut ujin se pastroj mes gishtave, mes gishtave. Pastaj është ardhur domthon hadithi tjetër që është edhe më i saktë në këtë meselë, që është ardhur për këmbët, që ka thënë Mustawrid bin Shaddad ka thënë e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam idha tawadda yadlubu asabi' rijlihi bi khinsirihi. Që e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ka marrë abdes, që i ka fërku domthonjë atë pjesën mes gishtave të këmbës me gishtin e vogël. Me gishtin e vogël të dorës. Që tregon se një gjë e tillë është sunet me u vepru. Edhe në këtë meselë Ibn Qayyimi, Allah më shërof, thotë se është mirë nga një herë me u vepru. Dhe jo vazhdimisht. Allahu alem. Në këtë meselë zakonisht në shumë mesele tjera, ajo khilafi që vjen, shkaku i khilafit është edhe te saktësia e haditheve që disa domthon e kanë saktuar ndoshta hadithin, disa jo, e kështu me radhë. Mirë. Pastaj autori vjen me çështjen tjetër dhe thotë wa thaniyatun wa thalithatun wa kuriha akthar. Pastaj thotë pastrimi 2 ose 3 herë të çdo gjymtyre domthon të abdesit përveç mesut të kokës. Nuk e përmend autori përveç mesit të kokës, mirë, po kam pruar në këtë me tregu që edhe ka khilaf këtë meselë, disa kanë thonë që edhe kur të jep mesit të kokës me i dhon ka 2 ose 3 herë. Mirë, po ma për vërtetës inshallah është që jo, përveç mesit të kokës, gjëra tjera domthon është e lehtësuar si sunet me i pastru 2 ose 3 herë. Që nënkuptojmë prej kësaj që pastrimi 2 ose 3 herë që ka sunet, derisa pastrimi një herë është obligim. Pastrimi një herë është obligim, derisa 2 ose 3 herë është prej sunetit. Mirë. Në këtë mesele, së pari, për me tregu që një herë është obligim, atëherë është hadithi Ibn Abbasit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë tawadda an-nabi sallallahu alaihi wasallam marratan marra. Ka marrë abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë nga një herë. Derisa kjo 2 ose 3 herë sunet, në këtë rast i kemi disa mënyra në marrjen e abdesit në këtë çështje. E para domthon kjo një herë, e cila është obligim. E dyta është me pastru të gjitha gjymtyrët, domthon gjatë abdesit, komplet abdesin ka 2 herë, përveç mesut të kokës, kuptohet. Çështja mënyra tjetër është të gjitha nga 3 herë. Të gjitha nga 3 herë. Ndërsa mënyra tjetër është me bë këtë kombinimin mes tyre, me bë kombinimin mes tyre. Domthon që
Me pastru durt për shembull një herë, pastaj me shpërlau gojën për shembull 2 herë, fytyrën 3 herë e kështu me radhë. Lejohet një gjë tillë dhe është përmend në hadith ku Abdullah bin Zejdi, domthon kur ka marrë abdes për me tregu se si ka marrë abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka ka vepruar Abdullah bin Zejdi? Ka marrë ujë edhe ka pastru fytyrën 3 herë. Pastaj ka marrë ujë prapë edhe ka pastru durt deri këtu domthon te brylat i ka pastru 2 herë. Pastaj ka marrë ujë edhe ka domthon ka bë mesun e kokës. Pastaj ka pastru kom deri tek zogu i kombës domthon. Edhe nuk përmendet që i ka bë 2 ose 3 herë, që do të thotë 1 herë. Domthon ka kombinu. Domthon ka kombinu. Fytyrën 3 herë, pastaj durt 2 herë, komb 1 herë, e kështu me radhë, që aludon se një gjë e tillë është prej sunetit me u vepru. Edhe ky kombinimi domthon është mirë me u vepru nga një herë, që me vepru të gjitha ato të cilat i ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë. Edhe tha wa kuriha akthar. Domthon që është e urryme që me u vepru më shumë se 3 herë. Domthon transmetohet që ardhi domthon një person tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka pyet. Edhe domthon në hadith përmendet që pejgamberi sa ka thonë, "Faman zada ala hadha faqad asaa wa ta'adda wa zalama." Ai i cili ka shtu më shumë se sa kaq, atëherë vetë se ka bën një gjë jo të mirë. Edhe ka kalu domthon kufinin atë për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka uzu, edhe sikur domthon zalama, sikur ka bë zullum. Edhe pse në këtë gjë, disa kanë përmendur edhe që është ndaluar, haram me u vepru diçka e tillë, me u pastru 4 herë. Dhe suneti është ardhur 2 herë ose 3 herë ose kombinimi mes dyre, ndërsa 1 herë është obligim. Mirë. Dhe çështja tjetër që e përmend autori, thotë wa sunna ba'da faraghihi, dhe prej sunetit është që pasi të përfundon thotë abdesin, raf'u basarihi ila as-sama. Ngritja e shikimit, që në këtë rast kuptohet edhe ngritja e kokës, domthon nga qielli, wa qawlu ma warad, edhe me thon dohat të cilat janë të transmetuara. Mirë, sa i përket kësaj çështje, është ardhur domthon në një hadith, një shtojc ku e tregon domthon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bën këtë veprim. Thotë thumma rafa'a basaru ila as-sama. Kur ka marrë abdes, dhe pastaj e ka ngrit domthon kokën, ka ngrit shikimin drejt qiellit. Edhe domthon këtë çështje Sheikh Albani rahimahullah thotë se kjo shtesë që ardhur në hadith është e refuzuar dhe nuk është e pranuar. Kështu që ajo e cila domthon kuptohet është se inshallah ma afër vërtetës është diçka e tillë nuk saksohet. Nuk saksohet që me ngrit shikimin nga qielli. Dhe autori tha dhe me thonë ato doa të cilat janë transmetu në këtë çështje. Doaja parë që është transmetu është ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Unë dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Një dhe të vetëm të pashash dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Është në hadith që kush e thotë domthon këto pasi të merr abdes dhe pasi e ka përsos domthon abdesin, illa thot pejgamberi illa futihat lahu abwabul janna thamania yadkhulu min ayha sha. Vetë se ju kanë hap 8 dyert e xhenetit, domthon atij, dhe hyn domthon prej cilës deri do. Kjo tregon vlerën e kësaj doje. Po ashtu është shtojc, domthon tjetër, do thot Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Domthon pas kësaj dojes, një shtojc tjetër kjo, o Allah më bëj prej atyre që pendohen dhe më bëj prej atyre që pastrohen. Disa dietarë kanë përmend që është e dobët, si Ibn Hajeri. Edhe pse Sheikh Albani rahimahullah thotë që është e saktë. Mirë, po inshallah nuk ka të keqe domthon me vepru diçka të tillë në këtë çështje. Dhe pastaj është edhe doja tjetër, Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.
edhe keni përkthimin, domethënë o Allah ti je pa të meta, ty të falenderoj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç teje, të kërkoj falje për gjunat dhe të tek ti kthehem me pendim. Kjo është doja tjetër që është transmetu edhe është përmend në hadith, thot kutiba fi rakkin thumma tubi'a bi tabi'in falam yukser ila yawm al-qiyamah. Thot shkruhet kjo, domethënë kur e thot muslimani këto para pasi merr abdes, shkruhet domethënë me letër edhe voloset dhe nuk thyet ajo vul deri në ditën e gjykimit. Tregon domethënë vlerën e madhe të kësaj duas nëse njeriu vepron thot domthon pas abdesit. Mirë. Kjo ishte sa i përket këtyre çështjeve që i ka përmendur autori rreth thënies bismillah dhe sunetit. Dhe pastaj autori vazhdon me meselen e meshit në çorap apo gjëra tjera, që mbulojnë këmbën. E për ta inshallah flasin në ligjëratën e ardhshme me lejen e Allahut wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.